por edhe Gjermania, Britania këtu nuk po e fus Francën. A ka një tërheqje nga të butë, mund ta themi, nga Kosova, pra nuk e kanë më mendjen aty? Po të filloj prej pare, se Zoti Hill dhe shumë mirë ka thonë se SBA-t janë për momentit angazhuar në lindje dhe në probleme shumë të mëdha konflikte ndërkombëtare. Dhe tentativa e SBA është për të marrë në kontroll, domethënë sigurinë botërore, për të marrë në kontroll edhe gjendjen aktuale dhe mosndryshimin e rendit botror. Dhe natyrisht që Hill ka thonë një fjalë që unë plotësisht e kuptoj drejt dhe ky qendrim definitivisht i SBA-ve që domon deri me tash ka tentuar disa herë mos gjatë këtë sundimit e Bidenit ose gjatë këtë presidencës së Bidenit ka pas tentativë që SBA-t me ndërhyrje me gjetë një zgjidhje sa përket normalizimit me marrëdhënie me Serbinë, mirë po nuk ka arritur kjo me një ndihmë që u premtoi ke vazhdimisht që do të ketë një ndihmë dhe ata ja ofrojnë ndihmën edhe për personat e Serbisë. Tash Hill e tha shumë qartë që nuk është më Amerika interesuar për momentin, po mendoj unë që ashtu, nuk është fare interesuar për momentin që të marret me këtë normalizim të merret, pasi që ka konflikte dhe probleme më të mëdha. E sa për këtë Britania e madhe është gjithmonë në anën e Kosovës dhe është një aktor aktiv në situatën e Kosovës që ka ndodhur përgjithsisht në Ballkan, po sidomos edhe në Kosovë është ka rolin aktiv. Pastaj roli i Britanisë tash ti më pothuajse është një rol në Bashkimin Evropian i ndarë i BE-s, edhe pse ka shumë pika që e bashkojnë me BE-n sa përket politikës dhe sigurisë evropiane. Pra po Britania e madhe për momentin është domethënë në pritje të formulimit të politikës së saj edhe ndaj lindjes, edhe ndaj temave të tjera që po ndodhin në botë, po pesh edhe nga fjalori që flas nuk jam shumë i bindur që të që do të merren me neve. Madje kam dëgjuar dhe thotë se 2 ambasadorë në Kosovë kanë thënë që do të rikthehet tema e asociacionit e komunave serbe, gjë që kanë thënë se ajo është një asociacion monoetnik dhe komunat nuk mund të jenë domethënë monoetnike, sepse komunat përbohen nga gjithë qytetarët që jetojnë aty, shqiptar, serbë, nacionalitete të tjera apo komunitete të tjera. Pra nuk kemi ato janë veprime edhe po të ndodhë një asociacion i tillë etnik është antikushtetues. Në Kosovë janë ngritë zëra që mund të ketë edhe komuna tjera, si për shembull bosnjakët, edhe ata kanë vendosur një kusht që do të ketë për të ndihmuar kurtin, do të thotë për të bërë institucione kanë kurzuar që do të ketë një komunë domethënë bosnjake në Kosovë. Nuk mundam me toleru këto që shteti unitar i Kosovës morë të shkapërder, domethënë të mos pas unitet si shtet unitar, po duke u konfederalizu apo federalizu përmes institucioneve të shumta që përmenden asociacioneve. Pra një model të asociacionit mund të diskutohet në Kosovë, por në asnjë variant një model i cili pri shtetin unitar të Kosovës dhe vepron me kundërshtim dhe me agresivitet ndaj kushtetutës së shtetit të vendit dhe në Republikës së Kosovës. Pra sa përket kësajna që u përmend më tutje, unë mendoj që Bashkimi Evropian për momentin ka dhe problemet e veta, për shembull, është shumë e brengosur në politikën ndërkombëtare çfarë po ndodh. E dini edhe ju shumë mirë që shumë është e brengosur për shkak se nuk ekziston një partneritet i fuqishëm dhe i qartë i perëndimorëve apo aleancës perëndimore, SBA, Bashkimi Evropian, Kanada, Zelanda e Re, e kështu me radhë. Ka ardha Trumpit në pushtet, pothuajse disa shtete në lindje dhe ku kanë mujtë për dojnë me shvicu për me bërë diçka jo mirë, domethënë, për shkak se paqartësisë që ka në politikën e jashtme. Në kohën e Bidenit, ju dini shumë mirë, Amerika ishte plotësisht e qartë, ishte vendosur plotësisht në anën e Izraelit, por derisa Trump lunë loja të ndryshme, ka luajtur edhe me Gazën, edhe me këtë temën e Iranit, pastaj Trump do të bisedojë me Putinin rreth temës së Iranit për gjetë një marrëveshje për të ndalë luftën. Në anën tjetër Rusia është luftë vetë me Ukrainën. Domethënë është një politikë e copëzuar për momentin e SBA-ve, domethënë tash çka është siguri nacionale e SBA-ve sipas Trumpit, Amerika e para i bën që do të më kshyrë veç veten, po nuk ka nevojë më marr me tjerë, po që mund të jetë dëm i madh edhe për politikën dhe interesat ekonomike që janë të gjërat e Amerikës në përbot.